në këtë panoramë që kemi sot, Irani, Ukraina, si sa dhe lindja e largët, tashti Ballkani, Kosova akoma e pa konsoliduar, e kemi pa qeveri për sa u bëu 2-3 muaj. Po, plus në anën tjetër si përgatitje ushtarake, ne nuk jemi më të fortë, në kundërt jemi më të dobët të rajot. Dhe fqinjët tanë Serbia mund ta shfrytëzojë fare mirë duke pas parasysh që ka dhe Rusinë aleate, jo aleate, po e quhen vllajën e madh. Dhe vëmendja, siç thatë ju, vëmendja e NATO-s dhe e Shteteve të Bashkuara, fuqive të mëdha, do të tolerojë për shkak një marrëveshje më të madhe që mund bëhet për Iranin, atëherë ku jemi ne? Sa të përgatitur jemi ne? Qoftë si politikë brendshme, siç thatë ju, lidhe me përgatitjen ushtarake, qoftë si politikë kombëtare edhe me Kosovën, kur ne nuk kemi ura komunikimi, më duket si qeveri sot. Po, shumë e trishtë kjo panorama e 2025-s, do thoja unë, edhe pse ka viti që ka filluar, por ta filluar me Ballkanin, kemi edhe një opozitë që mezi pret bëhet në iqamet, pikërisht. Një opozitë që nuk e kemi. Nuk e kemi, po mezi pret bëhet qameti, ajo që dalin nga rënohet e qametit si fitimtare. Mendoj që vendi më i pashpres, me sa duket edhe aktorët apo fuqitë ndërkombëtare nuk e kanë shumë prioritet, siç është Bosnia Hercegovina, mund të themi që është pak pashpres në sensin që Dodik ka një influencë të madhe dhe ka një sentiment për rus dhe serb shumë të fuqishëm. Nga ana tjetër, ajo që ndodh me Serbin duhet marrë më seriozisht se ça duam ta shohim apo ta shesim ne si jo vetëm si Shqipëri, po si komb, Shqipëri dhe Kosovë. Themi gjithmonë që Vučić po e përdor këtë narrativën dhe propagandën e konfliktit për të qëndruar në pushtet. Por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë asnjëherë të gjitha këto marrëveshje ekonomike që bëhen në tavolinë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian flet për këtë politikën e gjelbër, klimën, mbrojtjen e mjedisit dhe ndërkohë bën marrëveshje me Serbinë për minierat e litiumit. Dhe litiumi, kjo ishte ja vetëm kjo, po edhe Elon Musk e kishte një nga qëllimet e veta për litiumi, sepse ai nuk mund të furnizojë bateri dhe i bie gjithë Tesla. Dhe për më tepër, përveç Teslës, por për Trumpin është prioritet sepse zhbalancon edhe krijon këtë independencën nga Tajvani, apo edhe një kundërbalancë me Kinën. Kështu që mendoj që ka një interes ndoshta shumë për te real politikës, për një interes aq financiar dhe pragmatist, aq që Serbia deri diku është në një situatë komode. Pra, është gjithmonë shtrëngo dhe liro me Bashkimin Evropian, po kur do të heqë sanksionet, jep litiumin, jep diçka. Shive dhe investimet më të mëdha janë në Serbi, në rajon. Janë në Serbi. Dhe ndoshta duket sikur nuk jemi kështu pro Kosovës apo kombëtar, por duhet jemi pak realist. Dhe ka ardhur momenti që dhe në Kosovë të shkundet pak elita politike dhe të kuptoj që përballë një litiumi dhe një të mirë financiare, Kosova s'është asgjë. Kështu që jemi në pikpyetjen e madhe, a do të dëgjojmë çfarë duan ndërkombëtarët, a do t'i japim Amerikës trepçen, do t'i ofrojmë diçka për Trump, nëse ti nuk sjell asnjë gjë në tavolinë, pra what you bring on the table, ti je askush. Por lëre moralin, edhe se s'kemi as forcën për të bë moralin, se ai që ka forcën e bë dhe moralin vetë, bë dhe drejtën vetë. Ne na i kanë dhënë pavarësinë e 2 shteteve të huajt, kështu që të rrimi çik më ashtu dhe të rrimi më drejt, se ajo që thatë ju për litiumi nuk është puna është e drejtë apo s'është e drejtë, por problemi është që realiteti politik është ky dhe lufta është për tregje financiare dhe përfitime financiare në fund. Lëre moralin, nuk ka, përderisa bëhet luftë nuk ka më moral, përderisa vritet njeriu nuk ka më moral. Kjo është gjithë Pra, unë jam plotësisht dakord që ne duhet dim të jemi të përgatitur për të marrë më të mirën e të mundshme që mund të marrin. Pikërisht. Dhe nëse do ta shikojmë aktualitetin në Kosovë, gjithmonë edhe këtë më është bërë si postulat tani ndoshta, por është komplet një shëndrim im personal. E them gjithmonë që kemi një përplasje të agjendës personale politike të Kurtit me agjendën kombëtare të Kosovës. Kosova është një produkt
I Amerikës. S'duam ne apo Kurti, Kosova nuk do t'ishte shtet e para nëse nuk do t'ishin SHBAT, nëse nuk do të bombardohej nga NATO, apo ndoshta për të qenë pak cinik, ndoshta nëse nuk do t'ishte edhe skandali i Monika Levinskit në atë periudhë dhe do të gjendej një mënyrë për të bërë Clintonin hero. Jo, ishte kriju klima në Senat, po problemi është që gjitha po i marrin parasysh, po ju thotë unë po të them në qofse largohen NATO dhe Amerika nga Kosova, unë nuk e di se si përfundon Kosova, se nuk janë gjendje dhe pasaj të tregoj forcën kurdi, nuk janë gjendje dhe po t'i hipet dritë jeshile e merr Serbia se ka dhe Rusin mrapa për një javë qisin fleqinën e ne. Pra ne në këtë situatë duhet të tolerosh për të marrë atë çka është e mundshme dhe nuk është çështje patriotizmi këtu, as me bë durët si shqiponjë, se kishim temë tjetër, as me vu qeleshet në kokë, se s'ka bo njëri patriotizëm me qeleshe me durët si shqiponjë. Lirë, ne dim të mbajmë qeleshen, po asnjëri nga ne nuk di të mbajë një armë nëse Kosova do të goditej ndaj. Do ta bëjmë herë tjetër këtë temë. Por me që jemi këtu, mendon se do të ketë konflikte ndoshta shumë, po do të ketë ngacmime në Ballkan në këtë situatë, do në qoftë grekët, qoftë serbët, do t'i shfrytëzojnë, qoftë bullgarët, qoftë Maqedonët, do t'i shfrytëzojnë këtë situata, duke qenë se vëmendja e fuqive të mëdha tashmë nuk është këtu, se fundja fundit është një rajon që nuk ka ndaj peshë të madhe. Nuk kanë, nuk ka një peshë të madhe, kanë qenë kohë të tjera ato pas 90-s që u pa e nevojshme ndërhyrja dhe kjo paqja demokratike. Se fakti që po i lejohet Rusisë, Ukraina nuk po pyetet më. Pikërisht, dhe ndaj unë jam e mendimit që ajo marrëveshje e asociacionit e famshme që flitet është më mirë të zbatohet një herë e mirë. Ka një demagogji shumë të madhe dhe shumë të keqe për vendin dhe për Kosovën, e cila është që Albin Kurti e ka pastruar veriun. Dhe unë jam shumë e interesuar ta sqaroj gjithmonë. Albin Kurti nuk e ka pastruar veriun, e ka bërë më të skajshëm dhe më të polarizuar bashkëjetesën në atë rajon të veriut, ku një nga kriteret e vendosura në të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare apo dhe kushtetutën është bashkëjetesa dhe multietniciteti, që do të thotë më mirë këtë listën serbe apo këtë etnin serbe ta integrojmë, ta bëjmë pjesë të tërës, sesa ta bëjmë të skajshme dhe ta polarizojmë, sepse konflikti mund të bjerë në gjumë për momentin, por mund të reaktivizohet siç ndodhi në Palestinë. Dhe unë mendoj që duhet të jetë e qartë një herë e mirë për Kurtin që është më mirë të ulemi në tavolinë me Vučić një herë e mirë dhe të bëhet ajo që është për të bërë, për të ndaluar apo për të arritur atë që Kosova të jetë një subjekt i drejtës ndërkombëtare, të jetë një shtet. Dhe pastaj vim edhe tek këto grimcat e këtyre ambicieve dhe inateve fëmijërore, ku nuk kurohet për shembull Rama për fitoren e mandatit të tij, që është një infantilitet nga ana e tij, një skandal, të paktën për imazh, të paktën për rajonin, për imazh, kjo vllazëria shqiptare duhet të jetë pak më solide dhe duhet kuptojmë që nëse Rama e ftoi në samitin për Ukrainën këtu, e pam që Kosova nuk ishte në samitin për Ukrainën. Mungoi pak ditë më parë.